Alba qëndroi për një moment para derës, pa qenë e sigurt nëse duhej të largohej apo të kthehej edhe një herë për të provuar të fliste. Zemra i rrite fort, sikur donte të dilte nga kraharori. Ajo e njihte Tonin, e dinte se ai kishte momente impulsive, por gjithmonë kishte shpresuar që, pavarësisht nervave, ai nuk do ta godiste me fjalë kaq të rënda. Sot megjithatë, ai kishte shkuar shumë më larg, Toni. Unë vetëm po përpiqesha të shpjegoja, tha ajo me zë të ulët, pa u kthyer ende. Zëri i dridhej, por në të njëjtën kohë kishte edhe një lloj qëndrueshmërie, një lloj force që vinte nga dëshpërimi, por Toni, ende i zhytur në acarim, mbylli syt për një çast. Sikur po përpiqej të ruante kontrollin. Ishte shtrirë në buzën e durimit të vet. Alba, nuk po e them kot. S'duroj dot më. Çdo gjë po bëhet shumë, tha ai, duke shtrënguar grushtat. Ai nuk i ngriti tonet, por mënyra se si fliste ishte akoma më therse se ulërimat, ajo u kthye ngadalë. Sytë e tyre u kryqëzuan për një moment të gjatë. Toni, edhe pse duke i ftohtë, pati një çast dobësie, i rrëshiti shikimi poshtë, sikur nuk donte të përballej me dhimbjen që i kishte shkaktuar. Të paktën më dëgjo, tha Alba. Të paktën mos më flit sikur nuk vlej asgjë. Ai heshti. Heshtja e tij ishte si një mur i lartë që ajo nuk e kapërrente dot. Në atë çast, Alba ndjeu sikur mënyra e tij e ftohtë e përjashtimit po i binocular gjithçka që ajo kishte ndjer për të. Nuk ishte thjesht një debat, ishte një goditje në vendin ku ajo ishte më e brisht, ajo mori një hap drejt tij. Nuk jam armik, Toni. Jam unë. Ajo që ke pas krahëve edhe kur s'të ka dal njëri tjetër. Zëri i saj u thye pak. Pse duhet të më flasësh kështu? Toni mori frym thellë, ndjeu një peshë që po i shtypej në gjoks. Nuk donte ta lëndonte. Nuk donte që fjalët e tij të ngjasonin me përbuzje. Por në atë moment, ai ishte një përzierje emocionesh, lodhje, shgënjim, frikë, paftësi për t'i dhënë formë ndjenjave të tij, Alba. Filloi ai, por fjala i u prenome.